Në Teatrin Migeni të Shkodrës kanë nisur përgatitjet për edicionin e 10 të festivalit Lulebor, një nga aktivitetet më të rëndësishme kulturore të qytetit. Këtë vit festivali vjen në vitin jubilar, duke shënuar edicionin e 10. Orkestra ka nisur provat e para në mënyrë që gjithçka të jetë gati në fund të muajit tetor, kur për 2 net me radhë emra të njohur të skenës shkodrane dhe asaj shqiptare do të performojnë për publikun. Kanë filluar përgatitjet për Festivalin Lulebor, i cili këtë vit vjen në edicionin e 10 dhe ka hyrë në punë gjithë orkestra, duke filluar me bendin, duke filluar me pjesën e frymës kryesisht dhe me harçet. Do të vazhdojmë në ditët në vijim, kështu që festivali fillon në mënyrë graduale me formën e vet. E rëndësishme është që pjesëmarrja në këtë festival vjen nga jo vetëm nga qyteti jonë, pra nga krijuesit e qytetit tonë, por vjen edhe nga rrethet, nga Tirana dhe qytetet e ndryshme të vendit. E rëndësishme është që janë zgjellë një pjesë nga kanë që usollën për konkurrim, fitunin kalunin pra audicionin 16 këngë më të përzgjellura, të cilët janë zgjedhur nga një juri profesionale. Shpresojmë që gjanat të ecin mirë dhe të kena një histori dhe një zhvillim më të mirë të festivalit, që të shohim artistikisht sa më lart dhe nga viti në vit të jena në nivele sa më të mira artistike. Pas përgjedhjes së këngëve që do të jenë pjesëmarrëse në këtë edicion, puna është përqendruar në përgatitjen e materialeve muzikore, të cilat, siç është tashmë tradit, interpretohen live për publikun. Në 27 dhe 28 tetor në Teatrin Migeni vjen festivali Lulebor, që në këtë edicion jubilar pritet të sjellë surpriza dhe emocione për spektatorët.